Mirë se erdhët në kanalin tim. Unë sot në fakt që është e mërkur, kam postuar vlogun e radhës, por hap një vlog tjetër po sot, por tani jemi në darkë. Do thoni ju, pse po e hap Romilda sërish po të njëjtën ditë? Okej, tani mendova se do ishte interesante që t'ju tregoj që unë sot do gatuaj byrek. Tani është ora 9, pothuajse, s'ka shku akoma, 8 e ca. Por, me qenë se unë kisha spinaq aty dhe e pata marrë fakt kam 2 ditë, ka ngel pak se më ishte prishur, nuk e di pse, ka shkollaj. U habita sepse edhe tek Lidli te marketi ato rrinë në qese, në shtëpi nuk e kuptova pse, nejse. Gjithsesi, kemi spinaq këtu dhe dua t'tregoj se si unë kam filluar ta bëj byrekun, sepse më përpara e bëja ndryshe. Kur të vazhdojmë ta bëjmë, do t'ua tregoj. Kam edhe shef të njoma, do i hedh edhe këto. Tani, kjo zhurma që gjoni është mishi duke u pjekur, mishi për burrin. Tani, e para gjë që unë do bëj është që do gri këto qepët, do t'i skuq pak, se normalisht qepët duhen pak të skuqura. Edhe spinaqin nuk do t'a skuq, spinaqin unë preferoj t'a hedh ashtu. Nuk e di, se bëhet brenda edhe humbet fare pastaj. Kështu që siç po ju thoja, do grim vetëm qepët. Do bëjmë vetëm qepët të skuqin. Dhe dua që të më komentoni juve si e bëni byrekun e juaj. Do t'i hedhim edhe gjalp. Do të marr gjalpin. Marr gjalpin. Do t'i hedhim edhe pak gjalp, që këto t'i bëjmë gjalp. Do japi më shumë shije dhe unë do e bëj byrekun siç e gatuajnë korçarët, themi, nuk e di kush e gatuan tjetër kështu, por ato e kanë kështu, domethënë tradit të themi. Dhe mua më pëlqen shumë ky stili i tyre, sepse bëhet edhe shpejt, edhe goxha i shishëm, me thënë drejtën. Sepse neve kemi gatuar ndryshe. Nuk e di ju tjerët, por unë e kam gatuar ndryshe në shtëpinë time, vlen kjo për të thënë. Neve e gatuanim, deri tani vonë, unë e kam gatuar gjithmonë si e gatuaja në shtëpi, pet, i bëja petët, zën 12 petë dhe hapja dhe në çdo pet i fusja atë që gatuja, gjellën. Ndërsa në stilin korçar, themi, pëlqen sepse hedh gjellën të gjithë në mes dhe një pet poshtë, një pet lart. Do ta shikojmë si do ta bëjmë. Dhe më pëlqen shumë. Tani, t'i grim këtu dhe do ju marr prapë kur të zëm brumin. Po duhet zë brumin njerë. Ta zë një brumin më mirë, prisni pak se të rri. Sa të skuqtohen vjen brumi. Atëherë, si që thash, do zëm njëherë brumin dhe unë do ta zë sipas stilit që e zë shoqja ime, që është me origjinë korçare. Korçare, po. Tani do sitim pak mielli. Dhe ja ku është mielli, brumi më saktë. Shikoni? Do ta lëm pak edhe sa të skuqen qepët dhe do vazhdojmë nga puna. Këtu kam spinaqin, edhe këtu kam qepën, të cilën në fakt e nxora pak në dritare që të ftohej, sepse do ta bashkoj me spinaqin edhe është shumë e nxehtë. Do t'i hedh edhe pak djath. Mos e vini re rrëmujat, Në fakt nuk është se bëj shumë shpesh byrek, me thënë drejtën, mund bëj një herë në 2-3 muaj. Nuk bëj shumë shpesh byrek, sepse e di që byreku të shëndosh. Kështu që edhe nuk është se ha jashtë byrek për shembull, as në për këto markete apo ku e di unë nuk shkoj të marr. Ja, e hapëm këtë kaqneve. Tani e lëm këtu veç
se do hapim shoqen. Për të levajnë kësho. Hapim tjetrën, i hedhim miell. Hapim tjetrën, po jo, si e bëni bërë, goca jam kurioze. Se na thonë neve, na komentojnë, jo po vetëm TikTok dini ju, jo po vetëm dilni në për rrjete sociale dilni ju, jo po ku e di unë. Po këto kush i bën këto? Kush i bën këto? Okej, ja. Edhe kjo u bë, e lëm këtu. Edhe kështu do vazhdojmë, okej? Tani ti hapun këto, edhe kur ti bashkoj, do a tregoj sërish. Jemi në këtë gjendje kështu, këto 8 petët, si që thash, i kam bashkuar, dhe do hedhim dhe petën në fundit këtu, dhe tani do ta hapim, që t'na krijohet peta bazë poshtë. Do ta hapim këtë dhe do va tregoj. Ja, peta e paru hap, tani do ta fusim, do ta vendosim tek tepsia. Hej, goca, shikoni, e kam hedhur gjellën të përgatitur spinaqin, dhe me ta këtu i kam futur dhe pak gjalp. Tani do vendosim petën tjetër sipër sepse e bëra. Ora është goxha në fakt 10 e pak, sepse më duhet të shkoja edhe të Zoi, se u qua një herë, por gjithsesi do ta mbarojmë sonte. Dhe voilà, njerëz, bëreku është gati. Tani do ta fusim brenda. Për ta pjekur, nuk e kam ndezur, sepse se kam ndezur, s'ka gjë. Okej. Bëhu këtu tani. Ora është 10:20. Kur mbaroj kjo, do a tregoj prapë. Goca, ora është 10:10 edhe byreku është gati. Shikojni pak, ka dalë shumë i mirë. Për një moment e harrova, por jo, nuk është djegur, është shumë i mirë. Është pjekur fiks dhe unë i kam hedhur pak ujë sipër që të rri i butë. Do ta mbuloj me diçka që të rri i butë, edhe kur e mbulon, dhe është gati për nesër në mëngjes, ta ham për mëngjes. Super i mirë duket. Tani, kur ta provojmë në shije nesër, inshallah nuk harroj u a them. Për sonte, natën e mirë. Hallo, guten Tag. Përshëndetje goca, nga dita tjetër. Sot është e njëjte. Ky është outfiti im, kam mbërthu xhupin, kam fotot në Instagram. Dhe mirë, harrova t'ju thoja, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Romilda. Për ata që nuk më njohin. Tani, ne ishim te kafja, si çdo mëngjes, si çdo paradite. Nuk ju mora me vete. Shikoni tani, shiko si është koha këtu. Por po frynte pak erë, në fakt. Ky kostum, ky seti nuk është shumë i trash, që e kam marrë në TikTok Shop, por është shumë i bukur. Fotot, nëse shkoni në Instagram, kanë dalë shumë bukura. Doja t'ju thoja që për atë, për byrekun që bëra mbrëm, do thoni ju si doli. Nuk e di po, unë... Zoi? O Zoi? Që po bënoj? Këtu? Nuk e kam punët mirë me kripën. Nuk e di pse, nuk e kam punët mirë me kripën. I kisha hedhur shumë krip, goca, byreku, se kështu kishe dalë. Dhe me thënë çdo gjë okej. Ua, sa me qef e morë. Gjithsesi ne ngrëm pak, e shtym me dhall, kur thon. Por më vjen i natë, por ç'a të bëjmë tani, gjëra që ndodhin. Por nuk i kam punët mirë me kripën.
nuk e di pse. Se di si do ta rregulloj këtë dorën kështu. Gjithsesi, kam edhe një 2-3 copa aty. Mbrasin shumë atletet, pse vesha këto atletet. Ua. Ato 2-3 copat që kanë ngelur, nga i nati nuk do t'i hedh. Do i ha me dhall, do bëj dhall edhe ashtu do t'i shty. Por nuk do t'i hedh. Qa të bësh tani, kështu doli. S'kemi që të bëjmë. Tani ne jemi duke ikur në shtëpi me Zojin, edhe presim pako prap sot, të shohim se çfarë do na vi. Kam dëshirë t'ua tregoj prap se çfarë do na vi, edhe kështu. Duhet t'i sa me, o zot me zi po pres të arrej se vdisha me këto atletet. Aq më shtrëngojnë, po pse i vesha më dreqin? Kështu është kur mendojnë që do të lirohen, por jo. I kam larë në lavatrice dhe më janë ngushtuar. I kam puma nga ato që janë me bazament. Do me thënë që janë kështu. Janë të larta. Por s'nuk do t'i shes, do t'i nxjerr në vintet se nuk mbahen. Më shtrëngoj shumë. E di që nuk do t'i vesh me. Edhe më mirë i shes atje. Edhe liroj vendin. S'kam që të bëj. Më shtrëngoj shumë. Këte i ka rënë gjethet. Goxha. Vjeshtma. Shikoni. Sa bukur. Ama këto gjethet, kur bie shi, e di si rëshket. Gjithsesi, goca, unë po e mbyll për tani, edhe të shofim. Të shofim se qa do filmoj, se qa do bëhet. Të shikojmë. Nëse do kemi në një gjë interesante, okej. Nëse jo, nuk do filmoj. Kam për të bërë dhe disa punë të shtëpia sot. Edhe kështu. Përshëndetje goca, përshëndetje nga dita tjetër. Sot është e premte. Ne kemi dalë që mëngjes me Zojin. Mendova se do flinte gjumë, sepse më bëran Zojin na ka lënë pa gjumë. Është zyrë në orën 3 ca deri në orën 5 ca kemi bërë roje. Zoji nuk flinte, nuk e di se qa kishte, por gjithsesi ne dolëm dhe tani është ora, si është ora tani me? Ora është 12:12. 12:12. Ne kemi ardhur këtu në një kebabtore. Kebabtore quhet kjo? Dhe të ham në gjë kështu. Me qënë se jemi me djetë. Kjo shoqja ime ka marrë edhe çaj. Unë nuk e dua këtë çajin. Ju e pini? Se kam që fare, kur isha në Turqi, që atëherë, për zotin, e di, unë e pija më shumë kështu, janë ca biskota, që merrnim neve kur ishim atëherë në Turqi, që e shoqëronim këtë çaj. Përgjithësia shumë me biskota, më gjërë shumë. Unë se pi do të fare këta. Unë nëse e pisi këtë çaj, duhet të hedh 700 sheqer. Nuk e pi do të fare çajin. Përgjithësi jam njëri që nuk pi çaj. Zoj gëzuar shpirt. Zoj, ti ka dhënë kjo shoqja ime një lëpirëse dhe është duke u lëpir, duke u bërë këtu do na ngjisi, por pak të na lëri. Kështu. Dhe në lesh të hamë rahat. Do bjesh mrapa, ha? Zoj. 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 Oj, poqe. Oj, pelevreke. Oj, poqe. Përshëndetje njerëz, përshëndetje goca nga dita tjetër. Sot është e shtunë dhe ne kemi filluar ditën herët, normalisht Zoji na zgjon shumë herët dhe pastaj u dola me Zojin, nuk pim kafe sot, thjesht shkuam, dolëm nga qendra dhe me qenë se kishte pazar, unë kam bërë disa blerje, disa perime.
dhe që kanë kushtuar vetëm 6,72 €. Do thoni ju çfarë ke bler? Kemi domate, shikojni pak sa të mira që ishin. Ishin goxha të mira, edhe unë i laj përpara se t'i fus në frigorifer. Kam parë që i fusin dhe palar, unë nuk i fus dot palar. I dua t'i laj përpara se t'i fus dhe do t'i laj kështu, në mënyrë që mos më zbutën përpara kohë. Falni. Kam marrë këtë brokolin, të cilin mendoj ta bëj tani. Do ta zjej edhe do ta bëj me limon, me krip, me qenë se për dark sot do gatuajmë peshk, ta bëj dhe këtë veç perimi. Kam marrë 2 patate të ëmbla. Ishin lirë atje dhe, thash po marrë 2, se një e kam aty, unë ja përdor shumë zorit këto, por nuk e di, po mendoj të gatuaj ndonjë gjë edhe vetë, do shikoj ndonjë recetë në YouTube, se unë nuk para e gatuaj pataten e ëmbël, nuk e di pse, sigur nuk më pëlqen shumë. E kam provuar një herë kështu thjesht, kur i kam dhënë zojit edhe apo e kam bërë një herë të pija, kur nuk e di, nuk më pëlqen shumë, po do mundojmë që të gjej ndonjë recetë në YouTube që ta miksojmë në një ditë tjetër dhe ndoshta dele mirë. Kemi marrë specka. Dale. Një sekond, tani t'i shikojmë pak këtu. 1,5 kam bërë specat. Kam marrë edhe këtu mandarina. Se disa sa kanë këto. Këto kanë 1,5, 1,5 kg edhe këto, dhe mandarinat gjithashtu kanë kushtuar 1,49, 1,5, brokolin 99. Kjo sa shumë sa lirë. Patatja e ëmbël të dyja 81 cent, ka që me 0,99 kg, dhe domatet 1,94. Goxha lirë edhe mirë, nuk është se janë edhe shumë të prishura apo diçka tjetër kështu. Dhe thash pse jo, mbas vite do ikim të Ligurit, do ikim në market, marrim gjërat e tjera që na duhen, sepse nuk kemi ikur, kemi një javë, po s'kemi bërë shumë market, më mirë, kështu e di që i mbaron edhe shkon furnizosh njëre mirë. Dhe kur të bëj marketin, do vi sërish tu t'ua tregoj. Prisni pak se harrova. Kam bler edhe që quhen çorape. Prisni pak. Çorapet nuk i mora, se çorape janë. Kam marrë geta të dëmëja, sepse në TikTok Shop do më vi një kostum, i cili është me funde dhe triko, janë të trasha do me thënë, edhe po mendoj që t'i vesh me geta, normalisht, me që do t'a vesh, por janë nga këto getat, kështu që është ngjyra e lëkurës poshtë, kështu, dhe nuk janë ato trashat me push, sepse akoma nuk është aq ftohtë. Edhe unë jam tip që nuk e di nëse do t'i maj ato me push. I pash atje, po e kishin shumë atë pushin, edhe unë jam tip që kam ngrot. Kështu që thash, po marr si këto më mirë edhe të shohim kismet. Dhe në fakt zdallohet shumë. Ja. Por edhe këto goxha të trasha janë goxha. I kam marrë një palë kështu thjeshta dhe një palë, domethënë thjeshta me ngjyrë, që duket sikur është lëkura, dhe një palë i kam marrë me zemra, por prap nuk duket, duhet të veshur. Duhet të veshur që të duken ato zemrat e poçkla. Dhe janë që kanë me kështu, se ato të trashat ishin pa këmza, këto janë me këmza. Në rregull, kështu do ndryshojmë edhe çik stil veshje, jo se unë më përpara nuk jam përpara, do me thënë se të vija në Gjermani, unë i kam pas veshur shumë fundet, sidomos në periudhën e gjimnazit ose adoleshencës time, i kam pas veshur shumë fundet, mini fundet i mbaja shumë. Tani nuk e di, duke u rritur, sikur ndryshon dhe çika i stili, jo po kthej në Gjermani, na ka bërë Gjermania si vetja vetë. Edhe vishu, hajt një bluzë e një jeans aty edhe je por thash në Milda, vishu dhe ti tani, tani
duke mi qik më bukur, pse jo? Edhe kështu. Mundohemi. Në rregull, do shifemi pastaj kur të shkoj në market që të bëjmë blerjet në market. Uroj që t'ju marrë me vetë, mos të harroj, inshallah nuk harroj. Dhe tani kam për të larë këto perimet, domatet, gjitha që janë të perimet këtu që janë për të larë. Pastaj do sistemoj në gjë aty, se Zojën e kam në gjumë, shqyr Zotit, dhe do shikoj se çfarë kam për të bërë ndonjë reklama apo të shoh porosit që kam, gjitha këto gjërat. Kështu goca, do shifemi. Hajde vamo. Joey. Përshëndetje sërish, ishim në market, si që pat, dhe duhet t'ju tregoj se çfarë kemi bler në market. Tani, kjo zhurma që ju dëgjoni është duke u pjekur peshkut e air fryer, kështu që ke dritë. Se sot është e shtunë dhe ne çdo shtunë bëjmë peshk. Tani, çfarë morëm në market? Kemi marrë një bukë tosti që ha burri mëngjes për mëngjes. Këto gornicat për Zojën. Neve nuk është i konsumojmë shumë, kështu që unë i marr për Zojën. Kemi marrë si këto mish kështu grirë. E mora njerëz se ndoshta bëj me makaron ose të shoh. Budallishe normale. Patatina, se ëmbëlsira nuk kam dot shumë, kështu që marrim në gjë me patatin që kurrim dark. Kjo zërë se mbaroi rrugës, se në fakt jemi pa ngrënë sot, edhe jo dole market bazite kur erdhi Iliri, kështu që u vonuam, shkuam pak te aksioni, na mori uria dhe nga patatin. Panine. Kemi marrë rrush, si çdo herë që shkojmë në market. Kam marrë këtë bukën e tostit, sepse kjo e kam më të butë dhe kam menduar që t'ja bëj Zojit kur t'i bëj bukë me vezë për shembull, sepse kur isha në Itali atje, ajo e provoi edhe e pëlqeu e hëngri bukën me vezë. Kështu që thash, Përmilda, bëj gocës bukë me vezë. Është arritur në muajshe, por kemi marrë këto prosciutto për të bërë atë tostin në mëngjes, qumësht, se do zekos, nesër, edhe tjetër qumësht. Besoj një do e zë ose dy, nese, limon dhe kefir, kam marrë 2 me boronic, 2 me manafera. Në qënë se kam dalë këto me kështu. Jo, këta e kam me, që quhet kjo, me këtë fruti kështu, se nga trova. Ja, 2 me manafera. Dhe këto, besoj se kaq. Kam marrë edhe një tapet për ta vendosur jashtë derës së shtëpisë, pse atë që kam më shprishur, me morëm një tjetër. Dhe të gjitha këto kanë kushtuar 28,89 euro. Po. Kaq ishin besojmë, duket se jo, s'kam gjë tjetër, se nuk e hapa. Po. Kam marrë edhe një bazilik. Bazilik quhet? Po. Një vazo, se e pëlqeu burri nga era, ta merre tha se edhe erë vjen e mirë. Okej. Unë nuk është e përdor shumë me të drejtën, por e morëm edhe për erë më shumë. Këto ishin blerjet që kemi bërë në supermarket. Tani jam që jam, do t'ju tregoj diçka, ndoshta ju e keni bërë, por kam bërë këtu këtë brokoli, e kam zier dhe e kam bërë vetëm me limon dhe me krip, por i kam shtuar dhe djathë të bardhë goca. Është, nuk e di, ka një super shije, super shije me djathë të bardhë. E bëra si salat, doja ta bëja vetëm herë brokolin, pastaj,
Ta shtishoj, sigur të shtoj pak djatë bardhë. E shtova dhe i ta dhenë një shije që... O zot, nuk e di do me thënë. Imagjinoj tani do ham edhe peshkun dhe do jenë një shije fantastike. Këto ishin blerjet. Okej. Përshëndetje nga dita tjetër. Unë jam me Zojt këtu te kuzhina dhe doja t'ju pyesja juve mama, çfarë bëni kur për shembull bebi juaj ka ngrënë dhe kanë tepruar disa perime me thënë drejtën, çfarë i bëni ato, sepse mua më vjen gjuna ta hedh ushqimin, nuk e di. Dhe unë këtu jam duke i bërë Zojit me perimet që pati dje. I hodha pak miell qishrash dhe një vezë dhe po i bëj një si tip kështu. Pancake. Jo mama, jo. Kjo është çike. Po ja ku e ke bukur. Haja to me mama, është çike grindur. Çka ka goça mami, shikoje. Ja ku e ka goça, ja. Mele më i drita ime. Kur më shikon mua duke gatuar, nuk e di, bëhet sikur si ka dhënë për të ngrënë. Dhe i hodha miell qishrash, si që thash. Ja, nuk e di do me thënë se qa do. Po pritë mama se nuk është bërë akoma o drit. I hodha dhe vezë dhe tani do t'i fus t'i pjek të këto format. Nuk e di si do dalin, me thënë të drejtën. I kam hedhur pak fare vaj ulliri. Këtu normalisht që mos më ngjisi. Rocat e mia, ku jeni atëherë? Kam vënë Zojën në gjumë. Siç e pat Zoja ishte pak e grindur sot. Në fakt nuk e dia është periudha tani koha se ajo nuk i ka dalë asnjë dhëmb. Ka një 3 net, mos them që zgjohet nga ora 4 ose edhe 3 dhe rri 2 orë zgjuar po njëherë. Nuk e zë gjumi për qamet. Nuk e di. Sot është zgjuar në orën 5:30 edhe prap me zi e zuri gjumi. Ndoshta është periudha tani se mbase i dalin dhe dhëmbët, nuk e di, por ka qenë pak e grindur. Ditën, ja, si që pat shpar, ju thash edhe shpar, nuk do kemi vetëm ditë të bukura duke qeshur duke ashtu. Uroj që mos ma komente negative në këto në kuptimin që mos thoni që jo po ma e gocëm pse del bën video, jo po kështu, jo po ashtu. Unë këtu, edhe nëse futeni te profili ime kam të shkruar që do shikoni momente reale, nuk mund të vi unë këtu edhe të nxjerr vetëm momente që për shembull, ku di unë, Zoja është duke qeshur, duke kanë vënë gjumë edhe këtu. Edhe këto momente ti kapësh kanë lezetin e tyre, mendoj unë. Tregojmë ashtu siç është të vërtetën. Jetën tonë fundja. Edhe nuk hëngri shumë, me thënë drejtën, unë i pata dhenë për mëngjes hëngri, tani ndreket, i dhash pak avokado, nuk hëngri shumë, pastaj i dhash kos hëngri pak, me thënë të drejtën, po nuk është se kishte shumë uri, normalisht e vura në gjumë edhe i dhash gji piu, kështu që nuk është se është pa ngrënë apo që të ketë fjetur e uritur, jo. Tani, ta shikoni se si është shtëpia ime, nuk është se kam pis thjesht e kam rumuj sepse më kanë ardhur porosi dhe më është bërë rumuj, duhet ta sistemoj përpara se Zoji të zgjohet, por kemi këtu pakot të tjera që do t'i hap, t'ua tregoj juve të parët që jeni këtu në YouTube. Dhe pastaj t'i bëjmë video, reklam, qa do i bëjmë. Kam edhe 4 kutia që janë aty, do thoni ju qa janë, për t'ua tregoj. Me qenë se i kam të hapur ato, sepse më desh që t'i bëja video për para, sepse duhet t'i fus t'i laj. Unë nuk mund t'i përdor kështu pa larë, për ta mberuar derën. Mos bëj zhurëm, shikojni pak. Batanie goca, ka marrë batanie në TikTok dhe shikojni çfarë materiali. Ka një super material, këto janë kutijat që ishte, ju thash që e kam rëmuj. Nuk e di, shikojeni. Është dyshe, janë dopjo, do me thënë, janë dyshe. Prisni pak.
Romoj, duhet i sistemoj. Janë kështu. Shikojni? Dhe është 2 me 2,40. Ka marrë 4 copë, 4, një bëqelli, ka marrë bëqelli blu, 2 të zeza, edhe një gri këtu. Por ka një super material vërtet. Vërtet që në TikTok gjenë edhe gjëra shumë mira. Tani, hapim këto shpejt. Çfarë kemi këtu? Se ngella tu fol. Sot, në fakt, porosit më kanë ardhur shpejt. Nuk e prisja, i thash ati burrit. Që kemi ati postieri të Hermes. Tash që ne shpejt sot. Po të henën tha kështu punojmë, thash. Më ka ardhur prap kështu nga kjo Magic, janë kështu këto, që quhet, xhama mbrojtës për telefonin. Çështja është që unë i kam vënë telefonit, por gjithsesi na duhet se mund të edhe kthyhet xhami mbrojtës, ka asnjë gjë, ja. Po vërtet e kanë mirë sepse kanë edhe atë, se mund ta vendosësh vetë. Po e hap tani që t'ua tregoj, ndoshta në TikTok, po të më shikoni aty kur e kam vendosur timin dhe të burrit, e ka vetë atë, do me thënë, pajisjen e vetë telefonin aty, xhami është lart, thjesht e tërheq dhe futet edhe vendoset. Sa të shkoj unë të paguaj nga 20 euro, 25 euro kam paguar kur kam marrë iPhone 15 par vjet, vetëm për të vendosur xhamin, a 30 euro, vetëm për xhamin që normalisht edhe e bleva dhe e vendosi, imagjinojeni sa lek që marrin. Tani, kur flet me shoqen, se ajo më mori, i ku koha, 1 orë të fol telefon, unë i hapa këto, sepse ja tregova edhe asaj, këto që më kanë ardhur dhe do a tregoj edhe juve. Me qenë se i hapa, nuk e keni problem ju. Tani, më ka ardhur kjo trikoja, që është shumë e mirë, për tani në dimër këtu, edhe është e butë, mendova se do ishte si e leshtë, por jo. Zoj, mos u zgjodh lutem sa të marroj këto. Ja, është kështu goca, me zemra, te dora është si me elastik, dhe ka menduar për shembull që ta kombinoj, do më vi një fund, edhe ta vesh me fundin, duhet të blej çizme. Kam shumë vite pa vesh çizme. Duhet blej çizme të gjata, fund, do me thënë jo t'i mbuloj gjunjse, nga që nuk jam shumë e gjatë, edhe do duke më e shkurtër, poshtë gjunjve. Ta kombinoj këta. Ashtu e kam menduar në mendjen time. Tani edhe me gjinse e veshim, por okej. Më pëlqen materiali, është shumë i mirë. Më kanë ardhur, po mbaron bateria. Më kanë ardhur edhe këto pantallonat që janë kështu si kadife, si ta shpjegoj unë. Janë pak të gjëra, por shqyqyrt pak të nuk i kisha shumë të gjata, i kisha fix. Dhe kjo më pëlqen sepse pak janë pak të gjëra dhe t'i kem edhe të gjata, nuk më pëlqejnë ashtu. Kështu kur janë fikse, nuk duken edhe shumë të gjëra, nuk e ti më kuptuat apo jo. Nuk janë shumë të trasha, por edhe shumë të holla, jo, janë kështu, dukesh aty, por nuk janë të dukshme, kështu që të duken të brendshme, se i provova kur ja tregova shoqes, edhe më rrinin super, më tregonin akoma edhe më të dobet. Më pëlqen shumë materiali, goca. Më ka ardhur edhe ky xhupi që e kam marrë bashkëpunim për babin. Si ky e ka dhe burri im, ja mora dhe një babit, sepse më super pëlqeu, thash, okay Romilda, me qenë se ta dhanë mundësim, pse jo. Është ky kështu, është shumë i mirë, dhe është me këtë pushim e butë brenda. Mora dhe këtë babit. Dhe gjëja tjetër që më ka ardhur, të tregoj edhe këtë xhupin tjetër këtu që e mora për burrin, por në fakt ka ardhur i vogël dhe më bën mua. I shkruajta faqes, i shkruajta atyre dhe nuk e di tani çfarë do të them. Është kështu. Nuk dallon që është vetëm për burra, kështu që e mbaj edhe unë. Është i thjeshtë. Është na këta që janë çik të shkurtër, por me pantallona të gjata duket bukur. Është i ngrohtë edhe është shumë i lehtë si pupël. Tani, kjo gjëja tjetër që më ka ardhur, këta nuk po e hap, sepse dua ta hap kur t'i bëj reklamën, goca, se normalisht duket edhe më bukur te reklama kur ta hap.
do ta vendos në krevat, atëherë do ua tregoj. Është një kështu, si thuhet, si tip organi, si tip mbulese për krevatin, është e trash. Shikojni, është goxha e rëndë, sepse normalisht e kanë futur kështu me ato që me ajër, domethënë. Është ngjyrë bezh e ka marrë dhe është 2.40 me 2.20. Nuk e di tani. Kur ta hap do ta shikojmë se sa i mirë do jetë. Në foto duket shumë i mirë. Uroj që të jetë vërtet i mirë edhe të jetë i ngrohtë për të mbuluar. Se në fakt më duhet një jorgan tjetër. Unë e kam një. Ua, pse po merren mend. S'kam ngrënë bukë. Unë e kam një, por e kam 2 me 2.20 edhe unë e kam krevatin shumë të madh prap. Edhe del fiks sa krevati. Goca, jam duke gatuar darkën. Dhe këtu shikoni vetëm ngjyra portokale, ngjyrë portokale më saktë. Atëherë, çfarë kam bërë do thoni ju? Po bëj një supë dhe këtu i kam futur karrota, qep, hurdhra, domatë, patate të ëmbël, jo domate, më falni, dhe nga ai kungulli Hokkaido, kungulli i kuq, e keni parasysh. Do i bëjmë supë, tani do t'i lëm kuqën pak këtu, normalisht, erëza sipas dëshirës, hurdhra e thash, edhe qepa, duke se i thash, nëse. Do i lëm pak këtu, pastaj do t'i hedhim ujë të zjenjë dhe pastaj do t'i frulojmë. Do shikoj nëse do t'i hedh, nuk kam fakt aty nga ajo kremi për supra, mund t'i shtoj qumësh, por do t'a shoh në varësi të shijes që do ketë. Por mendoj se do dali një super supë, nuk e di. Unë nuk është se i konsumoj shumë patate të ëmbla dhe mendova t'i bëj supë, me qenë se nuk i konsumoj. As kungullin thash te supa, mendoj se do ta ha. Do i shikojmë në fund. Goca, doja t'ju tregoja këtë mbulesën e krevatit, që ua tregova që parë që nuk e kisha të hapur. E hapa. Që me mame? Tu mami, tu. Se Zojnë, akoma se kemi vendosur në gjumë, so fjeti qik mbas dite shumë, por kjo është mbulesa e krevatit, është shumë e mirë, është me filtr me thënë të drejten, është qik e trash kështu, dhe është super. Ka dhe klef për jastik, të cilat duhet me i marrë jastik kastile, por kjo është super e mirë. T'ju tregoj edhe batanien, që e kam poshtë, edhe pasaj të vezojnë në gjumë. Atëre, ja ku është edhe kjo është batania, është dopjo, ju a tregova dhe ja ku është super e bukur. Dhe materiali është super i mirë. Kur e pëlqeu dhe i liri. Kjo. Tani, ju uroj natën e mirë. Në Zoj, mbyllë mama këtë kështu, mos e hap. Mirëmëngjesi njerëz. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Unë kam dalë me Zojin, morën bebelina dhe thash që t'ju tregoj pak outfitin, veshjen për sot. Me qenë se nuk e kam mbyllur akoma këtë vlogun dhe do ta mbyll këtu. Thash, okej, më pëlqen shumë kjo veshje që kam bërë sot edhe thash pa tregoj dhe juve si do ju duket. Jemi bërë me kafe si ngjyrat e vjeshtës. Nuk e di si ju duket. Hajde tani se Zojnë e ka zënë gjumi. Zemra mamit. Normale është shuar. Kur është shuar edhe s'ka bërë akoma gjumin e parë. Edhe si që po tregoja, ishim blem bebelina. Në fakt në bebelinat e Zojt edhe letrat e lagura i marr tek spitali. Me qenë sa atje i merr goxha me çmim të arsyeshëm. Për ne që jemi punojnë si të spitalit. Dhe pse jo,
përderisa është mundësia, pse jo, i bie shumë më lirë. Edhe tani jam duke i çuar një herë në shtëpi. Jam duke i çuar në shtëpi sepse nuk mund të dal me 2 pako bebelina me vete. Edhe pastaj, si gjithmonë, do ikim te kafja. Do dalim te kafja, nuk e di të shohim një herë se që kam zgjuar kështu sot me dëshirë për të dalë, ku di unë. Për të shkuar në një vend, koha nuk është shumë e mirë, siç mund ta shikoni, nuk është se është në favorin ton, por nuk është shumë ftohtë. Duhet jenë 14 gradë, diçka e tillë. Edhe unë kam veshur këtë, nuk e kam veshur xhupin sipër sepse kjo është e trash, siç mund ta shikoni, është si e leshtë. Edhe kështu. Këto flokët duhet të mbaj normalisht kështu, po. Shikojni. Kanë rënë të gjitha gjethet. Okej. Unë po e mbyll këtu këtë vlogun. Edhe nuk e di, djetë nuk kam xheruar, se di se s'po i maj mend mirë ditët se kur kam fillu xherimin, kur kam xheru, kur jo. Edhe okej, po e mbyllim këtu, se më duket kam thënë që mbyll të një video tjetër apo jo. Nejse, s'po maj mend, duhet të shikoj videot aty, se as nuk i kam pa me thënë drejtën. S'kam pas edhe shumë kohë që t'i shikoj. Edhe do shihemi në videot e tjera. Mos harroni më bëni subscribe. Mund të më ndiqni dhe në Instagram nëse doni, ose në TikTok, ju e dini. Dhe do shihemi në videot e tjera. Kur të shkojmë një kë, do bëjmë një pyetje përgjigje të detajuar normalisht këtu në YouTube. Për çdo lloj pyetje që ju mund të keni, se unë e di që sidomos në Instagram gocat kanë shumë pyetje, shumë. Ndonjëherë nuk del ajo koha atje e Instagramit për të përgjigjur ose në TikTok. Kështu që do flasim këtu. Ju përqaputh.